Mirëmëngjesi, ju përshëndes drejt për së drejti, ja të kemi në rrezen ton, pas një maratone të gjatë zgjedhore, për të cilën do doja që të falenderoja edhe të përgëzoja për punën e palodhur me profesionalizëm, me përgjegjshmëri për të gjithë ekipin e Report Televizion për mbulimin dhe çdo detaj që kanë sjellë në ekran në këtë situatë zgjedhore. Ja tek rikthehemi në rrezen ton me tematikat që kemi menduar për ditën e sotme. Është e mërkurë, jemi në bisedat tona me ekspertin Altin Joka, ekspertin e mjekësisë holistike, me cilin kemi zgjedhur të flasi për një problematik që shqetëson si të vegjlit ashtu edhe të rritur. Bëhet fjalë për anemin. Si trajtohet anemia përmes trajtimeve natyrale, përmes kurave bimore, e padyshim për të treguar se cilët janë ato faktorë të cilët na çojnë në anemi dhe si të kuptojmë që jemi anemik pa shkuar deri tek analizat, cilat janë shenjat që na jep trupi. Na ndiqni për të marrë receta, e pastaj do të kemi rubrikën tonë Bëje Vet, do të tregojmë 2 momente shumë të këndshme se si mund t'i përgatisni në shtëpi vajin e kastravecit për flok plot shkëlqim edhe për lëkurë elastike, po ashtu një krem hidratues me lëngun e kastravecit, me kokosin edhe me produkte të tjera natyrale, do të na e shpjegoj Stella më bukur. Ndërkohë shkojmë me patjetër tani në kuzhinë sepse është momenti i anvisave. Ta fillojmë me gatimin. Mirë se të gjeta, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Për të gjitha zonjat që na kanë pyetur, ja të kemi drejt për së drejti për të gatuar, dhe padyshim ju besoj jeni referuar recetave të mëparshme që kemi postuar në kanalin ton në YouTube, në Rrezë Dielli, kështu që nuk ju kemi lënë mangut. Çfarë do na gatuash sot, Albana? Një byrek të shpejt me presh. Me petë të gatshme sot. Me petë të gatshme. Byrek me presh, me oriz. Është ai byreku tradicional që nuk vendosëm atë salcën e kuqe, sepse faktikisht nuk shkon dhe salca e kuqe tek preshi, por do vendosin me kos. Atë kosin që e raj me një vezë, dhe ta bëj direktun tani. Derisa të zihet, dhe unë i kam prerë në disje preshët, me pakës ujë dhe pak vaj. Do të shtoj masën e kripës, shumë pak, dhe piperin që të kenë shijen një përzierje dhe me kapak gjysmë hapur, sepse i kam zjerë më përpara. Këtu kam orizin e zjerë, gjë që kam për recetën e parë dhe për recetën e dytë. Do të marë bezën, gjithmonë dihet që veza rrihet o me vaj ose me pak qumësht. Unë kam kosin. Nëse nuk keni kos, shumë mirë mund të përdorni salcën e kosit duke e holluar me qumësht ose me ujë. Janë 2 alternativa që nuk dështoni. Kosin, unë kam përdorur, kam marrë kos 0 faktikisht. 0 i ndyrë. Po. Janë këto paketimet familjare, ekonomike, personale, që Erzeni ka vënë në dispozicion, kosdele dhe koslope, me përqindje të ndryshme të yndyrës, të cilat merren dhe konsumohen më vete, shumë kollaj. Duke u marrë me vete edhe në punë, për fëmijët, dhe ja ku na duhet një masë e caktuar, e përdorim edhe në gatime. Një përzierje të duhur, derisa e gjithë masa të bëhet kremoze. Kuptohet? Një kos i mirë, duket nga cilësia që ka. Nëse kosi nuk është i mirë, ajo del kur themun celula, përdora të shprehjen time. Pa shiko, është velvet, është i kadifejnt. Ja. I shtova shumë pak krip, sepse kripën do ta marrë në anën e mbushjes ose të içit. Bëm gati kosin dhe vezën, orizin e kemi para zier, presh gjithmonë duhet i zbusim, e nuk duhet shumë kohë, ato kanë ujë në përbërje. Shtoj me erzat aty. Piper të kuq.
per të zi, sikurse dhe masën e kripës në këtë moment ndezim furrën, unë e kam të ndezur në sagrad në 220. Gjithmonë është në varësi të furrave që ne kemi. Te orizi do të shtoj aq mas sa mua më duhet këtu. Kem paka shumë në masa të barabarta, freshi dhe orizi. Masën tjetër e lë se më duhet për recetën tjetër. Një përzierje. Një mbushje që konsumohet edhe pa u vendosur me spetëve, është një gjellë më vete, si të thuash, presh me oriz. Nëse e freskojmë për shembull me majdanos edhe kështu, dhe ja tek kemi, nëse na tepron diçka, nuk na shkon dëm, e përdorim Shtojmë vezën, shtojmë mielin e misrit dhe ku kemi qofte. Shtojmë sërish mielin e grurit, vezë djath dhe e kalojmë në furrë në formën e pispilis. Pite ose pispilie, po. Po të duam, për një shije pak. Më ndryshe, mund të shtojmë edhe pakës gjalp. Mund të shë shumë pak do të shtoj. Shumë pak. Thjesht. E mban dhe ato orizin e butë. Po, thjesht për t'i dhënë atë. Edhe shije po ashtu i shton. Aromën e duhur. Po të duam ne, mund t'i shtojmë bimë aromatike, pa tjetër që edhe mund t'i shtojmë. Është opcionale si të dëshironi ju. Po mund t'i shkoj koperi, mund t'i shkoj majdanozzi. Unë për vetë dëshiroj. Përse? Sepse kërcent që kam këtu, mund t'i përdor edhe japi një shije të veçantë. Mund të përdor edhe pjesën jeshile të spinaqit apo të labotit. Jep shumë shije. Mbas një larje shumë të mirë, gjë që unë duhet i kem të lidhura, sepse vetëm kështu që ndrojnë dhe nuk allakaten bimët. Ka se do të merrim shumë me shijen e brendshme, me mbushjen. Po se peta është petë. Peta dihet. Gati. Petë për byrek. Më të mirë ku shëluam, shija, mbushja. Po, në atë dëshirojmë që t'jetë e bollshme, t'jetë e shishme, dhe që të na bëj për vete me shijen, me aromat, me mënyrën, pastaj dhe pjekja ka shumë rëndësi. Bëjmë një përmbledhje të gjitha produktet që kishim në tryez, kam përfunduar në Tigan, po përgatisim një byrek të shpejt me petë të gatshme, me presh oriz, erza, vezë, kos. Na i tregoni pak produktet, byrek me presh dhe oriz. Kështu do ta gjeni të hedhur, të postuar dhe në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, një pako peta të gatshme, 1 kilogram presh, 1 filxhan çaj oriz, 4-5 lugë vaj ulliri ose gjalp, 1 tufë majdanos të freskët, 1 gotë kos, 1 vezë për mbushjen, që ne shtuam, krip, piper i zi, pak spec të kuq të ëmbël dhe vaj për lyerjen e petëve, padyshim që ato të qëndrojnë të buta, të shkrifta dhe me shije. Pikërisht në këtë moment jemi tani që do t'i hapim petët dhe do t'i lyejmë me yndyrë, për t'i shtruar njëra pas tjetrës dhe për të vendosur mbushjen në të. Mbushja ndërkohë bëhet gati, paraprakisht kishim zier. E largoj pak sa. Vetëm orizin dhe presht. E largoj pak sa. Kishim marrë atë 4 orën, apo kjo na pjek më mirë si tepsi? Po, na pjek më mirë dhe desha që të isha më pranë traditës. Po, janë këto tepsit e gjysheve. Le të fillojmë me mbushjen. Kemi përgatitur mbushjen harxhin të ndryshe, petët të gatshme dhe kosin me vezët e shtojmë tek orizi. Kaq, do lë kaq. Të marrë një vezë. Na duhet kjo masa që në mbeti për t'ja shtuar do shta pak më vonë. Marrë një vezë kua, nga receta tjetër.
Dhe sikurse përzjej mirë. Këtë e dua për lyerjen e petës së sipërme. Edhe kjo është sërish opsionale. E marrë dhe e përzjej preshin, ja. Pa bëhet një mas akoma dhe më pak më i qullot. Si që do puna tani, lyejm tepsin dhe shtrojmë petët, njëra pas tjetrës. Atëherë nëse do kisha një tepsi 4 ore, nuk do më bënte punë sepse janë më të mëdha. Unë filloj dhe nxjerr cepat, shiko, jashtë. Këtu. Më duhet që të jetë jo domosdoshmërisht, mua më duhet të konsumoj të gjitha petët. E duam byrekun të hollë. Deri në 12 petë. Po, këto janë të holla, shumë të holla. Kështu që vetëm pjesa e poshtme na merr një numër më të madh petësh, se mban edhe mbushjen. Ja ku kam edhe këtë petën tjetër këtu, paksa. Këtë të fundit dhe kështu të rrudhosur. Të gjithë këtë masë që e kam e shtoj. Masa që është, sikurse dhe pesha që ka, kjo mbushje, sepse dhe mbushja ka pesh, bën që petët poshtë të njomen shumë më shpejt, se petët e tjera për shembull që mund të jenë me mish të grirë, sepse është me e qullët. I kushtoj vëmendje të veçantë gjithmonë anëve. Ato ngelen gjithmonë bosh, po. Dhe ja, një nivelim. Shumë i mirë. Sa është preshi ende në treg, e shfrytëzojmë në një byrek të tillë, të mbushur me oriz. Ja dhe petët e fundit, për t'i njomur dhe zbutur. Nuk shtoj vaj këtu. Sepse peta ka lakshirën e vetë. Dhe tani në çdo petë unë do të shtoj vaj. Tani do të shtojmë pak vaj. Pa vaj e pa yndyrë, nuk ka byrek. Kanë qelluar të mira petët. Shtrimi pastaj është spontan. Mjafton të jetë, mos jetë aq e nderur, si të thua, shpeta. Të jetë ajrosur, mos ngjitet me njëra tjetrën. Dhe të bëhet një masë e tillë, duke qenë se i shtojmë edhe yndyrën, i mbajmë më të shkrifta. Pjesa tjetër e petëve që na tepron në frigorifer dhe përgatisim një gatim tjetër në të ardhmen. Kundërt. Albana po i copton për të na treguar edhe një mënyrë tjetër të shfrytëzimit të këtyre petëve të mbetura. Njëherë i kemi marrë kështu të shpupurisura dhe i kemi thekruar ose i kemi shtuar brenda tek byreku, ose i kemi përzier me sheqer, me kanell. Ka mënyra të ndryshme, ka mënyra të ndryshme. Është petë e lagur dhe është e vështirë
normalisht që të pritet sepse krijon atë masën e brumit. Po. Dhe kështu, patjetër që mund të përzihet dhe mund të gatuhet recet më vete. Tani, le ta përfundojmë. Shtojmë edhe këtë masën kos, vezë edhe krip në sipërfaqe, sepse do ta vendosim për të pjekur dhe do të kaloj me njerë pastaj tek receta pasardhëse, duke i mbështjell anësoret, deri në fund kemi mbushjen. Do t'i shfrytëzojmë ato, bëjmë të një përmbledhje të fundit, përpara se të shkëputemi për mesazhin e radhës promocional. Nëse ne nuk duam, prandaj ne jemi munduar ta bëjmë këtë emision të kuzhinës pak më ndryshe, siç vjen zakonisht. Pra, gjatë gatimit japim dhe opsione të tjera, sepse petët s'keni se çfarë t'i bëni. Bëjmë një përzierje. Pak kos, pak vezë dhe qumësht kemi tek tasi, kemi shtuar dhe petët të prera. Të përbërësit son pak qumësht. Po. Dhe këtë mas, sigurisht që do ta përhapi mirë në sipërfaqe të byrë. Asgjë nuk shkon dëm, peta zbutet, si që shikoni. Të bëhet një më vete. Me pirun, anësoret, që petet të jenë sa më të buta, mund të shtojmë susan për sipër, fara të ndryshme, por me që është presh, e lë të tillë, ja. Në fund fare, para se ne ta heqim, i shtojmë pak gjallë. Kjo pjesa tjetër që i preve, i bashkove me këtë masën e lëngësht, është me vërtet shumë interesante, shumë e veçantë. Kështu që mendoheni dhe për byrek të tjerë nëse i përdorni. Jep një pamje më të këndshme, merr volum akoma dhe më tepër dhe dalin kështu lele kaçurele. Dalin shumë të bukur. Shkëputemi tani për mesazhin e radhës promocionale, vendosim byrekun për t'u pjekur dhe rikthehemi me recetën e dytë. Dhe mirë se erdhët në pjesën e dytë të gatimit, por përpara se të fillojmë me recetën, na duhet një pushim, na duhet një kafe mokador për të marrë energjinë e duhur, se dita është e gjatë dhe sigurisht për ta përmbushur atë ta sollon kafen që më porosite, ja të marrë dhe pak gjysmë sheqeri që më kërkove. Me ekspresin ton, mikpresim miq tanë të ftuar, ndaj edhe është një arsye tepër për të ardhur këtu në rezen ton, sepse përveç se bisedave të këndshme, ju japim edhe një kafe të mirë për ta shijuar, përveç recetave fantastike për të degustuar dhe për të ndarë energjinë me njëri tjetrin. E ku ka më mirë se ta ndash ditën? O të lumë dorë aty? Pak fare, pak, se kështu kemi lënë, me pak fare sheqer. Ka filluar të më vendosë sërish në shine. Një kafe që nuk është tha do t'i heqësh prap. Ja. Ti ndjesh mirë, varet se si ti ndjesh mirë. Unë së ndërru fare, po si s'ndjemi, prandaj kam dhe gjithë energji. Edhe me kafe, pëse mokador, hajde. Mokador gjithmonë na sjell një kafe të mirë aromatike, na bën që të kemi një ditë të suksesshme, sepse dihet që nuk është thjesht një pije kafe, është një pasion, është kombinimi i traditës së kafes italiane me një punë të jashtëzakonshme që bëhet për të ruajtur jo vetëm atë traditën e mbledhjes së kokërave, ashtu në mënyrë artizanale, për të krijuar atë sistemin e mbyllur siç themi ne, për të sjell brenda kapsulave plot 7 gram kafe. Këto kapsula, siç e thash dhe i përmenda Diva, që janë sipas larmishmërisë së kafes, sjellin jo vetëm aroma të ndryshme për ata që duan aromën e fortë të kafes, por edhe ata që duan diçka të ëmbël, siç janë kapsulat çoko dhe që ne i kemi shumë xhanë, është ajo Diva ngjyrë kafe, për çokot e ëmbla, për diçka të ëmbël mes kakaos kombinuar me qumshtin dhe me aromën e lajthis,
Pastaj për kafet më intensive, më aromatike, si që janë Diva Merlin, Sofia apo Brigitte, me kafe 100% arabike, dhe për ata që duan kafe, e duan ata aromën e kafes, por se pranon trupi tyre kafeinën për shumë e shumë faktor, kemi dhe Diva me dekafeinato. Ajna bëft mirë. Ju besoj e keni duke konsumuar në lokal, në një nga lokale, sepse po ka dorë ka dhe pikat e veta në krye qytet, përveç kësaj duhet të kujtoj dhe diçka tjetër në fakt, sepse tashmë edhe në zyra konsumohet kafja. Për zyrat që konsumojnë kafen, Vocador vën në dispozicion këtë ekspresin me ngjyrë të zezë, ku e bëra unë 2 kafe tona të Albanës, me kushtin e porositjes së kapsulave. Pra, ju shfrytëzoni ekspresin me kushtin për të marrë kapsulat dhe që Vocador ja u sjell direkt në zyrën tuaj. Tani. Ua, nuk të thash. Avash kemi kaluar tek atë paça. Ja ju pacim. Të bëft mirë. Kalojmë tek receta e dytë. Kemi nisur paraprakisht punën. Ti kërkojmë pak regjis, sepse duhet të jenë gati të dhënat të recetës, produktet e saj, kungulleshkat e furrës, si do t'i përgatisim në këtë formë. Kemi goxha përbërës, kështu që mbani shënim, ju duhen 3 kunguj të njom, 1 qep mesatare, 4 luggjelle vajulliri, 250 gram mish të grirë, 1 luggjelle salcë domate, 1 speci kuq, 1 karot, 3 domate, 1 luggjelle oriz, 200 ml ujë, 1 tuf koper, 3 kokra vez, 250 ml qumësht, 200 gram salcë kosi, spec i kuq pluhur, krip, piper i zi. Ka që duhet për këtë recetë. Tani duhet jetë patjetër vëmendja shtuar, sepse me gjithë këto përbërës duhet kuptojmë se si do ta realizojmë këtë recetë. Shumë thjesht. Mua më pëlqen që recetat unë t'i sjell sa më të thjeshta. Vetëm me 2 veprime. Bukur. Si fillim, unë vendos mishin e grirë, me pakës fare ujë, vaj, ujë. Kaq. Për ta lënë të formohet pak. Sërisht, me kapak, kam qepën. Këtu kam vendosur karotën, specin e kuq dhe salcën e domates. Nuk më duhet qërëri të bëj punë të tepërt. Nuk kisha qa bëja dhe e glimsova qepën. Por, unë dua të japi den për anvisat. Ja. Pra qepa në këtë rast, duhet jetë si të doni ju, fare problem. Përderisa ju keni vendosur, më përpara, mishin e grirë, kaq, ja. Këtë mas do t'ja shtojmë mishit, apo jo? Këtë mas, ja shtojmë mishit. Kjo recetë do t'jetë në tavë? Po, që t'ketë këtë ngjyrën e bukur, ama dhe t'ketë edhe shien, a? Po. Sërisht. Ja. Të tilla bëhen salcat dhe, sidomos ato aziatikët që i shikon aq elegant, patjetër është salca kryesore këtyre përveç sweet chillit, salcës së ëmbël, është edhe salca sambal, që ka të gjitha produkte, vetëm duke shtuar dhe diçka djegëset e gjinxherit të soja. A djegëse e bën ato? Ajo djeg ato dhjamrat e trupit? Patjetër që po. Gjinxheri, soja, janë fija e barit të limonit. Ja, i lë, sërish paksa të bëhen. Sërisht, vendos kapakun. Kam domatet. Edhe domatet, sërish kështu do veproj. O t'i grish në grisë.
Në copë të vogla. Përveç kungulleshkave, të gjitha produktet janë për humbje në grirje të imët. Të domatet e kuqe, se në treg i shohim disa lloje. Unë prandaj kam zgjedhur këto. Rozë, të kuqe, zemërkau, pomodorini, sipas varieteteve të ndryshme. Me lëkurë për i vendos. Gjithmonë mos harroni. Tryezën tuaj ta keni të pastruar. Limon sod, uthull. Është një nga elementët kyç në fakt në çdo proces gatimi. Nga njëri gatim në tjetrin, asnjëherë nuk është njësoj. Shtoj dhe domatet e tjera. Pa tjetër dhe pak ujë. Dhe kjo masë i shtohet si pak më vonë nga përbërësit e tjerë. Pra për t'i përmbledhur, tek tigani kemi shtuar fillimisht mishin e grirë në yndyrë, më pas grim në këtë grirësen e qepës, kemi grirë karotën, specin dhe qepën, të cilat nuk duken fare dhe vazhdojnë të kaurdisen të shkëmbehen aromat në tigan e mishin. Domatja. Nuk e largoj se më duhet. Brenda do të shtoj masën e kripës dhe pak piper. Piperin e zi. Sërisht, ja. Tani me sa shof, ngjyrat, gjitha produktet janë njësuar aty. Kapakon. Ato aromat këmbehen mirë. Vendos. Ç'të shtojmë tani tjetër? Këtu ku jam. Unë do Elbirës të gjuaja që një tavë me grirësin bashkë. Nuk duhet të shkopute i grirësin. Një përbërës. Pa tjetër. Me këtë pajisje... Qiko, nëse nuk e keni këtë grirëse, nuk ka problem dhe rende ju bën punë, përveç vezve që do t'i rihni ndryshe. Por ja, pas ka një proces të tillë, pra 3 kokrat e vezës. Janë shumë të thjeshta, po doni rihni me tele, unë jam ku jam, vendosi bëj të gjitha. Shtoj masën e salsës së kosit. Ja. Njësoj, prap do bëhet ajo me salsën. Kjo do t'i shtohet në fund fare, besoj, para se ta vendosim tavën në furrë për t'u pjekur, pasi të ketë zjerë ose ka urdisur mishi bashkë me perimet. Si u bëtë një masë kremoze, një trajtshme. Pra, në vitet të tilla, në kohrat të tilla, njeriu nuk duhet të mendoj se ka lodhje. Për mënyrën. Nuk ka lodhje në gatim. Të gjitha i largoj. Dhe përbërësi kryesor ende nuk është shtuar, do t'i lëm të zbuten pak produkte, derisa të kemi në kohën e publicitetit, dhe do t'a vazhdojmë recetën me njerë pasi të rikthehemi nga reklamat. Jem rikthyer në pjesën e fundit të gatimit, po vazhdojmë të gatuajmë kungulleshkat, i përmendim edhe një herë t'i tregojmë se çfarë produktesh na duhen për përgatitjen e kungulleshkave, një recetë e verës me kungujt që janë në treg. Këto kungujt e errët bëjnë më shumë punë, dhe duket sikur kanë më tepër lagështirë këto. Plus që edhe përdoren në për sallata, mund të përdoren edhe kështu siç janë, mund të përdoren edhe në gatime të ndryshme dhe në supa. Ja t'i tregoj dhe një herë randisave se çfarë përdorim për recetën e kungulleshkave. Çfarë produktesh të tjera na duhen, kunguj të njom, qep,
vaj ulliri, mish të grirë, salcë domate, speci kuq, karot, 3 domate, 1 lugë oriz, ujë, koper, 3 vezë, 1 gotë qumësht, salcë kosi po 1 gotë, speci kuq pluhur, krip piper i zi. Kur them 1 gotë, bëhet fjalë 200-250 gram apo mililitra qumësht, gram salcë kosi ose mililitra qumësht. Të gjitha produktet, pra nga mishi i grirë, qepa, karota, domatet, të cilat janë ngrirë në grirësen e qepës, në copëza të imta, u vendosën në tigan për të kaurdisur me njerë pasi mori atë kaurdisjen e parë mishi i grirë. Shtuam me domatet, erzat gjithashtu, dhe tani jemi gati për të shtuar kungulleshkat. Do të shtoj kungulleshkat. Nëse do kisha orizin e pazirë, do shtoja orizin. Po. Bëj një përzierje, që të kenë mundësi të zbuten, po janë të njoma dhe nuk kërkojnë shumë proces që të zjejmë. Thjesht sa i hapë të kështu të gjitha këto. Edhe do t'i vendosim të kjo tava më pas. Do heqim byrekun që po piqet dhe besoj se do t'jetë gati tani. Edhe kështu si që është për shembull. Ne kemi tiganin që duron nxehtësinë te doreza. E vendosim direkt, pra nuk ka problem. Unë ta shtoj në tavë si puna juaj. Por dhe kështu ta vendos, s'më përbën problem. I lë pak sa duke shtuar edhe bimët aromatike, koper majdanos. Kam shtuar. Sidomos koperi shkon më shumë me kungujt. Po. Pra, më duhet një lugë oriz, unë shtova astre të plota jo. Sa të bëhet ajo përthithja e lëngjeve. I largoj se nuk më duhen dhe i shtojmë në tavë. Nga shiko, po e sill byrekun se na duhet që të largojmë pa tjetër që ta sillësh në furr. Ja, dhe të ajroset pak furra që të vendosim gatimin e radhës. Byreku nga prania e vezëve, po ashtu produkteve të tjera, ka marrë një volum të mirë dhe ajo pjesa e prerjes së petëve, se ndoshta disa prej anvisave nuk na kanë ndjekur. Petët që na mbeton, i mbështollëm, i prem në shirita, i përzijem me qumësht kose dhe vezë dhe i shtruam në këtë sipërfaqe, duke e niveluar mirë dhe duke e mbledhur si byrek. Është byreku i gatuar në pjesën tonë të parë me presh dhe oriz. Sigurisht me erza dhe me kombinime të tjera për t'ia shtuar shijen. Tani nëse si që kemi thonë pas shpjekjes së çdo byreku, themi nëse duam kështu kërce, lëm të ftohet dhe konsumojmë. Nëse duam të but një spërkatje me qumësh apo me ujë, një pecet sipër dhe ato petët zbuten dhe kemi më të butë në shije. E kam lënë enkas hapur, ajroset pak fura, që të vendoset tava tjetër. Dhe direkt te në furr. E ke gati. E vendosim recetën e dytë për të pjekur dhe shpresoj që deri në përfundim ndoshta të kalojmë tek receta tjetër, do të kemi mundësi që ta sjellim edhe në tryezë të përfunduar, siç e sollëm edhe byrekun. Kështu lëviz me roni, do të kulloj, i duhet pak minuta që të qetësohet, të kulloj dhe më pas ta servirim në pjatë, ta shijojmë. Kalojmë tek e treta, tek receta e tretë në këtë pjesë të fundit, çfarë përgatisim, shohim një herë së bashku produktet derisa Albana t'i ketë të gjitha në tryezë. Atë e lëmë se më duhet. Gjethe spinaqi, kemi një vezë, pak galet, krip piper të zi, të shohim se për çfarë bëhet fjalë. Gjethe rushi? Gjethe rushi mund t'jenë gjethe pazie, mund t'jenë gjethe fiku, gjethe jeshile. Po.
Gjethe jeshile, rushi, spinaq, pazi, të skuqura në këtë rast, kemi marë gjethe rushi ose gjethe spinaqi, ne kemi spinaq, djathë të thërmuar, majdanoz të grirë, galet ose miell, vezë, krip, piper i zi, vaj për skuqje. Gjethe jeshile do të shkruajmë të skuqura. Faktikisht unë do ta bëj me gjethe rushi faktikisht. Se i kemi nuk në i treg. pash edhe të tishin ashtu si doja unë. Po, ishin aq të vogla sa që them të drejtën djerë sot më shkonin dhe më vinin. Do të thash sot do ta kursej veten për djerë sot. Atëherë unë të marr, prakët, se kemi gatuar ditë më përpara, ja prakët, për ta parë recetën e keni në kanalin tonë në YouTube, se është koha e japrakëve, sa i kemi pak kohë. Edhe një tigan. Të njoma, mund t'i shfrytëzojmë për të bërë këtë recetë tradicionale. Si veprojmë me përbërësit? Kam një vezë, gjë që kisha edhe 2 të bardha vezësh më përpara. I ra. Me pakës krip edhe vaj. Këtu vendos vaj ulliri. Ama këtu, për skuqje, më duhen të jetë vaj, ule dielli. Nuk dua që peta të më notoj. Me pakës fare, piper. E lëmënjan. Kam apo s'kam mjaftueshëm galet, derisa unë të shtriti gjithë këtë gjethe, besoj se nuk më del. Në të marë, e mora në telefon të utën dhe i thash me pak tërshër. E kjo tërshëra kokër plot është si më e mira, themi ne, për Ja, e shtoj këtu. ta përdorur në gatim. Kemi folur për këtë drithër të shëndetshme, se si mund ta përfshim atë në dietën tonë ushqimore. Kemi folur javë përpara në fakt me Altin Jokën për treguar benefitet vlerat ushqyese, se si një nga drithrat që ka goxha fibra, që ka proteina dhe që na bën shumë mirë për shëndetin, se si mund ta përfshini dhe ju në receta të ndryshme. Një prej tyre, ja, kështu duke e shfrytëzuar në këtë moment me pak galet. Dhe galeta dua të shep pakës krip, sepse bëhet galet. Po. Pak. Pa hequr dorë nga përdorimi më i zakonshëm dhe më i shëndetshëm që bëjmë për tërshërën Albana, siç themi edhe mëngjeset tona, kos tërshër fara, pak mjalt dhe i kemi siguruar trupit një dozë nutrientësh për të përballuar më së miri energjinë e ditës, lodhjen, për të qenë të ngopur mbi të gjitha. Largoj dhe për të shërbyer zorës. Tani. Gjethet i kam larë, e mirat mirave është që duhet i kalojmë pak në ujë të nxehtë. Po, kur janë të njoma, sërisht tjetrën e kaloj në një tas pak më të madh, sepse është më duhet që të jetë vaj i nxehtë. Ups. Një dush. Pra, si që bëjmë, mund të bëjmë dhe me ato gjethet e kungullit, lullet e kungullit, për shembull. Me çfarë duam ne, kemi bërë,
Ja. Te i skuqim. Gjithet e rushit, sepse ashtu e kisha menduar, gjithet e lakrës dhe skuqim gjithet e rushit të tilla dhe vendosim ja prakët sipër. Po. Do thoni, ju ku na ngop në një gjethet? Jo, vendosen sipër. Vendosen sipër, sepse kjo është... Super. Bëhen kështu si kërce ato, kanë butësinë e gjethes brënda. Dhe mund t'i përzjeni, për shembull, disa gjethe rushit, disa gjethe spinaqi, disa gjethe parzije, lule, si tham, kungulli, të cilat i kemi sjell dhe mund të eksploroni tek YouTube-i jon, që po i sjellim si ide. Një zhytje, pra duhet jenë të thara fillimisht të gjethe, sepse nëse do të jenë të njoma, nuk do të kenë mundësi që të marrin vezën kur t'i zhysim, nuk do të lyen mirë nga dy anët me sasinë e vezës. Prandaj duhet jenë të thata që atë lagështi që do të mbartin do ta marrin pikërisht vezën e rahur. Më pas në galetë dhe të shër, të cilën nga bishti, se zua që të prishen, dhe sërish i kthej nga bishti. Me çfarë shkoni do thoni ju? Direkt zgjidhjen. Niki me çfarë do më thuaj? Më thuaj, të bën kjo? Kemi nga Tigullio shumë opsione faktikisht. Do të sjell këto kështu dhe pastaj zgjidhja jote se çfarë. Kemi disa modele të tilla, ndoshta këtu poshtë kemi më tepër. Pesto që është me zakonshme dhe me përdorshme jo vetëm për pastat, por ja dhe në gatime të tilla apo në sallata të ndryshme. Shihni variantet e mundshme me të cilat mund t'i kombinoni dhe mund të përmirësoni shijen e këtyre gjetheve jeshile të skuqura. Për shembull, rikota me tartuf dhe me piper të zi që është fantastike, me speca dhe arra po ashtu fantastike, me rikota dhe pistakjo përsëri një shije për t'u eksploruar. Nga Tigullio, Teuta na mundëson që ne të fantazojmë, të eksplorojmë, të jemi shumë kreativ në kuzhinë. Ndaj këto kavanoza nuk i përdorim vetëm për, siç e tham, për pastat, por edhe për raste të tilla, për paninet për shembull, për pitet e mbushura. Pa thashun që nëse juve nuk keni mjaftueshëm galet, për shëra jep edhe një shije akoma më ndryshe. Po. Ja. Direkt këtu. Ngjit më shumë tek gjethjet të shëra. I kthejmë nga të dy anët, i lëmë ashtu siç janë me bishta. Janë shoqërusja më e mirë e verës dhe e birrës. Tani, sa kohë kemi që të diu? Ne nuk kemi as pak kohë, do të sjell edhe tavën. Nuk e di është mpiksur apo jo, më mirë po e lë. Më mirë po e lë sepse nuk dua që të prish strukturën, që është ato pjesë ka të pjesën e lëngshme ende. Po. Kështu që për më gjerë do ta shikoni recetën e kungulleshkave në tavë, në rrjetet tona sociale dhe në kanalin ton në YouTube me gjithë mënyrën e përgatitjes gjithë videon përkatëse. Po ashtu dhe gjethet e skuqura dhe byreku me presh dhe me oriz. Të lumshin duart, nesër me të tjera receta në kuzhinën ton. Ne ju përshëndesim dhe unë ju pres pas pak në bisedën me Altin Jokën, ku do të flasim për anemin, si ta zgjidhim atë natyralisht. Mirë se erdhët në Rrezën tonë, sot me Altin Jokën do të flasim për anemin, cilat janë shkaktarët, faktorët që ndikojnë tek anemia dhe si ta përmirësojmë atë natyralisht përmes kurave bimore, ushqimeve dhe disa këshillave të tjera specifike që Altini do të na tregojë deri në fund të bisedës, kështu që na ndiqni. Përshëndetemi fillimisht drejt për së drejti nga Suedia, ku ai banon dhe tashmë do të na vi me një qasje të re. Përshëndes Altin, faleminderit për kohën si gjithmonë. Faleminderit, mirëmëngjes. Për të dhënë këshilla të vyera. Tashmë jo vetëm si specialisti mjekësisë holistike dhe nutricionist, por diplomuar së fundmi edhe si në fushën e naturopatisë, apo jo, dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit, kënaqësi. Duke shtuar më tepër qasjen tënde. Jo, unë mendoj që njeriu gjatë gjithë ekspozimit dhe udhëtimit të jetës, paralelisht do të ecë dhe me udhëtimin e dijes. Dhe dia mund të merret në shumë lloj formash, mund të merret nëpërmjet disa seminareve, nëpërmjet leximit, studimeve, librave. Unë kam zgjedhur midis të tjerave që të
certifikohem dhe të marrë sa më shumë nivelet të disa kurseve të akredituara, sepse adaptohesh më mirë me informacionet e reja. Kështu që deri tani unë nuk e quaj turp që njeriu do të marrë, sepse ne stopojmë studimet dhe i ndalojmë. Unë aktualisht mund të kem diku 25 ose 27 diploma dhe certifikata në 3-4 drejtime të fushës. Kështu që mendoj që do të jenë akoma më tepër se kaq. Nuk e vë në dyshim, duke patur parasysh qasjen tënde për të jetuarit të shëndetshëm apo përmirësimin e stilit jetesës dhe shumë gjendjeve dhe sëmundjeve të ndryshme. Sot kemi zgjedhur Altin të flasim për anemin, një problem shëndetësor që të jep shumë sinjale dhe lodhje mbi të gjitha, preken fëmijët, preken të rriturit, ta tregojmë dhe pak më vonë pastaj sepse preken dhe më shumë gratë apo jo, por do doja të dija se cilët janë ato shkaktarët apo faktorët që na çojnë drejt anemisë. Anemia faktikisht është kthyer në një lloj pandemie. Pra, po të shikojmë të dhënat, gratë janë rreth 35-40% pra të grave kanë anemi. Ndërsa gratë të cilat janë shtatzana, sepse shtatzanat kanë më shumë probleme, sepse kërkojnë nivele më të larta të disa elementeve, siç është edhe hekuri, janë afërsisht rreth 55-60% të grave që janë shtatzana kanë probleme me mungesën e hekurit ose me aneminë, se mungesa e hekurit vjen nga disa arsye. Por pra kanë më të tepruar edhe se burrat, pra 3-4 herë më tepër se burrat, por është vënë që edhe fëmijët poshtë mosës 5 vjeç, sidomos fëmijët 6 muaj deri në 2 vjeç, e kanë 65 deri në 70% mungesën, pra kanë probleme me anemi. Është rritur, prandaj është kthyer në një pandemi. Në rastin që mund të themi, pse gratë, nëse do më lejosh pse kanë gratë më shumë ose burrat, por unë po them shkaqet njëherë, me që më pyetet për shkaqet. Atëherë shkaqet kryesore janë baza për çdo lloj problematike shëndetësore në të cilat ne duhet të arrijmë të kurohemi. Pra atje fillon standardi ose fillon startimi për të krijuar kurimin. Pra në qoftë se ne nuk dim kush janë shkaqet ose nuk merremi me shkaqet, ne nuk kemi për ta kuruar edhe në këtë rast aneminë. Thjesht do ta kemi në kontroll, siç e kemi në shumicën e rasteve, por nuk do arrijmë. Atëherë e para është mungesa e tepruar e hekurit. Pra afërsisht më shumë se 75-80% të problemit të anemisë vjen nga problemi i hekurit. E dyta është se duke filluar në zor për punimin e gjithë ushqimit tonë, dhe duke pasur disa nivele të ulta të acidit në stomak, pra të pepsinës ose acidit kloridrik, atëherë ne kemi një mundësi ose hekurin e nxjerrim të pavlefshëm. Dhe në këtë rast, midis të tjerave, duke pasur edhe këtë lloj acidi, ne shtojmë edhe nivelin e helikobakterit. Kështu që një nga faktorët e tjerë, pra e dyta, është helikobakteri i cili është zhvilluar në stomakun tonë. Pra është njëra nga shkakët. Një shkak tjetër është problemi i tiroideve. Pra një person mund të ketë një tiroide, pra nuk po themi këtë gjendje, po ka probleme në sistemin endokrin, kryesisht te tiroidet. Një element tjetër është mikroflora, sepse ka një nivel të disbalancuar të baktereve tona. Pra në zor kemi probleme në sistemin limfatik, pra në limfa ne kemi problem dhe kryesisht në shpretk, dhe kemi parë që kur kemi probleme në shpretka, pra në mos funksionimin e mirë të shpretkës, sepse shpretka është balancuesja kryesore që bën dhe transportimin e disa niveleve të lëngjeve, rujtje trombocideve të tjerë, dhe shpretka është policia e pikërisht për të mbajtur nivelet e ruazave të kuqe të gjakut, pra nivelin e qelizave të kuqe të gjakut. Ekzistojnë dhe elementë të tjerë, të cilat është për shembull ardhja shpesh e menstruacioneve ose me vrur, pra gjakrjedhja e tepër, problemet e shtazanisë, sepse shtazani kërkojnë më tepër element mineralesh, vitaminash dhe lëndë ushqyese edhe në këtë rast hekur, është problemi i disa sëmundjeve të mëlçisë dhe mos funksionimi i mirë i veshkave, apo kemi një gjendje të fillimit të sëmundjeve tumorale, apo ndoshta një sëmundje autoimune duke filluar nga artriti apo elemente të tjerë, të cilët ne mund të kemi. Pra kemi shkaqe të ndryshme. Një nga shkaqet kryesore është përdorimi i lartë i suplementeve, sidomos i nivelit të lartë të kalciumit, të zinkut dhe të magnezit që përdoret sot. Është 3.5 fishuar niveli konsumimit të këtyre 3 elementeve vetëm këtë dekadë. Dhe ka një fakt që prandaj dhe anemia është rritur me 1.5 herë më tepër, vetëm nga shkaku i marrjes së tepricës së madhe të magnezit, të zinkut dhe kalciumit, ndonjëherë pa arsye dhe pa e kuptuar një përse po e marrin. Pra është bërë si mot.
Element tjetër është mungesa e vitaminës B12, pra që është shumë thelbësore dhe acidit folik, sepse si acidi folik dhe vitamina B12 janë shumë thelbësore në sintezizimin e ADN-s që bëjnë prodhimin e globulave të kuqe, pra problemet e enëve të kuqe të gjakut. Pra roli i vitaminës, vitamina B12 aktivizon në një efekt domino acidin folik, pra vitaminën B9, duke bërë që shkëlqyrimi i homocisteinës të kthehet në metionin. Ky është një hap i jashtëzakonshëm që ne duhet bëjmë në prodhimin e globulave të kuqe. Pa vitaminën 12 nuk prodhohet niveli i acidit folik. Pa acidin folik nuk kemi mundësi që ne të kemi një sasi të lartë të hekurit të ekspozuar apo transportuar në enë të gjakut. Kështu që do kemi anemi. Një element tjetër është me rritjen e moshës. Fillimi i anemisë bëhet më i madh sepse lëndët ushqyese, metabolizmi jon, proceset fiziopatologjike në trup fillojnë dhe ndryshojnë. Element tjetër është ushqimi. Ushqimi është shumë thelbësor apo stili i jetesës. Në qoftë se ne kemi probleme në mos konsumimin të sasive të kryesisht të këtyre vitaminës B12, por edhe elementeve të sasisë të hekurit dhe disa bashkëfaktorëve të tjerë që bëjnë futjen e hekurit në organizëm dhe largimin e disa ushqimeve bazë, atëherë patjetër që është një nga shkak. Shkak tjetër është edhe problemet e trashëguara. Pra kemi problemet e anemisë, të talasemisë apo të tjera, të sëmundjeve të gjakut, që shkaktojnë të. Një efekt tjetër është dhe leuqemia apo një sëmundje tumoriale. Pra, ne duhet kapim disa nga arsyet kryesore sepse nuk mund të kemi vetëm një, mund të kemi edhe 3-4. Pastaj do të pyes nëse personat cilët janë ose që kanë mungesën e hekurit janë dhe anemik ose a janë të shumë të lidhura me njëra tjetrën, por pak më vonë sepse dua të di tani sinjalet që jep trupi pa shkuar deri tek analiza, si të kuptojmë që kemi anemi. Çfarë shenjash na jep trupi? Atëre anemia shkakton shenja të dukshme në qoftë se ne jemi të vëmendshëm, si çdo lloj sëmundje. Asnjë sëmundje nuk fillon me një ditë, as edhe gripi. Madje në studimet e fundit u pa që gripi mund të donte shumë muaj për të realizuar ose për të shpërthyer. Pra nuk është se mendonim si deri dje që gripi mund të donte 1 ditë, 2 ditë, pra pas një infeksioni viral që ne marrim. Shenjat që jep anemia në trupin tonë duhet jemi të kujdesshëm. Kush është nga kjo? Zbeja e lëkurës, pra ku kemi një fytyrë të zbetë, ku kemi duart kryesisht të zbeta dhe fundi, pra gishtat, pjesët e fundit të këmbës, kemi rrafje të shpeshta të zemrës, pra kemi papilacione apo kemi nivele të aritmisë, kemi nivele të frymarrjes të vështirësuar. Kemi në përgjithësi lodhjen e tepruar dhe rënien e energjive. Kemi dhimbje koke të përhershme dhe të pakuptueshme duke eliminuar shkaqet e tjera. Një nga këto mund të jetë shkaqet e tjera mund të jetë një nga arsyet që ose një nga po themi shenjat që ne duhet dimë. Tjetër, kur ne dëgjojmë tinguj që na vijnë brenda vetes sonë. Pra, interesante kjo e tingujve. Si kisha dëgjuar ndonjëherë. Po, unë kam bërë një kurs shumë të zhvilluar për transportimin e hekurit në një nga akredituesët më të mirë në botë për probleme e transportimit të hekurit, prandaj dhe i diktoj sepse kam bërë një kurs parasakosh në detaje se si transportohet hekuri në organizëm në mënyrë të detajuar dhe shkaqet e tij. Dhe dëgjimi i tingujve, pra vjen nga brenda trupit dhe jo nga i burimi jashtë. Ose kemi disa zhurma në vesh që na vijnë dhe na ikin, Kjo është një faktor determinant për problemet e anemisë. Kur ne kemi një ndjenjë të ndryshimit të shijes her pas here, sidomos në mes të ushqimit ose nga ushqimi në ushqim dhe nuk kuptojmë kur konsumojmë një ushqim dhe pasojmë një ushqim tjetër, ne nuk e kemi kuptuar që kemi ndryshim të shijes. Pra ndryshimi i shijes është kjo. Kemi një ndjesi si gjelpëra ose kruarin. Ne nuk na kruhet trupi, po ndjesia që na jepet është një faktor shumë i rëndësishëm për problemet e anemisë. Gjua që është e qarë, në qoftë se ne kemi një gjuhë të qarë, të lënduar, na dhëm her pas here ku pim diçka, për shembull ku konsumojmë ujë me gaz apo diçka tjetër pikante që më njëherë kuptojmë që është e lënduar, është nga efekt, është nga mund të themi shenjat që na jep për anemi. Rënje flokëve, hollimi i flokëve, dëshira për të ngrënë sidomos gjëra brumrash, akull ose brumra ose picë. Personi që ka qef fund picën, brumrat, makaronat, ka një probabilitet këtë mundësi. Vështirësi në gëlltitje. Kur ne konsumojmë her pas here ushqim, jo gjithmonë, her pas here
e shikojmë që kur e kalon ushqimi kalon me pak vështirësi. Pra diçka sikur na pengon. Kjo tregon që anemia ka arritur ndoshta me disa elementeve tjerë, se këtu përfshihen edhe disa patologji tjera sëmundjesh, por midis tjera. Për shembull, po, tek brumrat për shembull, na ke thënë dhe dikur kur kemi folur për parazitët, personat cilët vuajnë nga parazitët kanë dëshirë për brumra dhe ëmbëlsira, prandaj fat që edhe ju që lidhen me faktorë të tjerë. Qartë. Të tjerë, po. Kemi buzët tuanash të qarë. Në qoftë se ne do kemi buzët e çara anash, është një probabilitet pra krijohet një lloj ulçeve të përhershme, kemi të thonjë të cilët nuk janë të lëmuar në formë të lugët e tjerë. Kemi probleme të mpirjes së gishtave dhe të këmbëve, kemi ftohtësi shpesh në trup, kemi një disekuilibër, kemi një kujtesë të dobët se harom shpejt. Kemi një vështirësi të përqendruar, kemi një rënje, kemi një gjumë të shtuar, duam vetëm të flëmë. Edhe të tjera, por mund të bëjmë dhe një test në shtëpi. I majmë gishtat e shtypur fort, 5-6 sekonda dhe i lëshojmë. Në moment që në majat e gishtave tonë që kemi të shtypur me atë dorë, në qoftë se brenda 2 sekondash nuk vjen ngjyra dhe ri e bardhë, probabiliteti i anemisë është shumë i lartë. E dyta, shikojmë pjesën e syve të brendshëm, kapakut të brendshëm të syve, dhe shikojmë a i kemi roz në pasqyrë ose pa i shikoj dikush, i kemi roz apo i kemi ngjyrë më të hapur. Ngjyra shumë e hapur ose e verdhë tregon dhe probleme pastaj në mëlçi e tjerë. Pra hyrë të kjo. Po flasim në qoftë se nuk është aq roz, një nga probabilitetet duke shoqëruar dhe shenjat e tjera është dhe kjo. Kur hiqim në shkallë, kur bëjmë 2 kate shkallë, 3 kate shkallë dhe na merret fryma, rriten të raurat me një mundim kaq të vogël, probabilisht ne mund të kemi probleme të anemisë. Pra janë disa shenja që trupi na i jep që duhet të mos i neglizhojmë. Por ne nuk e përcaktojmë dot saktë. Patjetër do shkojmë të bëjmë një analizë të hemoglobinës, vitaminës B12, e shumë analiza tjera që ndonjëherë ne nuk i bëjmë vetëm një, ose laboratorët japin vetëm një për hekurin, ferritinën, por duhen bërë edhe disa të tjerë. Duhen bërë disa analiza për të shikuar që sepse mund të jetë vetëm mungesa e vitaminës B12. Po cilat janë këto analiza? Cilat janë këto analiza që duhet të bëjnë njerëzit? Analiza e para është që patjetër është analiza e hemoglobinës që bëhet. Niveli ferritinës që kemi në gjak, pra nivelet e ulta të hemoglobinës do na tregojnë, nivelet tjera do na tregojnë vitamina B12 për të shikuar që a kemi mangësi, sepse tash rreth 75-80% të rasteve me anemi vijnë nga mungesa e vitaminës B12. Po ashtu duhet bërë ndoshta edhe acidi folik. Pra vitamina B9. Unë mendoj se këto janë minimalisht të parat për të kuptuar se ku jemi. Altin, çfarë sjell një anemi e patrajtuar, e neglizhuar prej kohësh? Çfarë pasojë sjell në trup? Të them diçka shumë të rëndësishme, sepse më kam pyetur shpesh që pse ne gratë kemi më tepër mungesë të vitaminës, të vitaminës hekurit në krahasim me burrat. Me shkujt, po. E para një, burrat nuk kanë menstruacione. Kjo është e qartë, e dukshme, po. Në kuptimin një nga faktorët. Shtazania, po, jashtë faktorët është e dyta. E treta, është se burrat nuk kanë probleme me përthithjen e disa ushqimeve. Gratë kanë probleme më shumë në përthithje pranëzore. Ka një disbalancim më të lartë. Element tjetër është që burrat kanë nivele më të larta të muskujve. Muskujt kërkojnë më tepër oksigjen për të krijuar, prandaj kanë më tepër muskuj. Kështu që duke pasur muskuj sa më shumë, kanë edhe oksigjen, kanë nivele më të larta të hemoglobinës. Dhe në këtë mënyrë, pra, hemoglobinës në mënyrë natyrale, në këtë mënyrë, kjo bën që të kenë këtë gjë. Po tjetër, niveli i lartë i testosteronit që kanë meshkujt bën që të kenë nivele më të larta të hemoglobinës. Femrat e kanë më të ulët të testosteronin. Te gratë që kanë nivele të larta të testosteronit, që kanë një disbalancim hormonal, është parë që niveli i anemisë është shumë herë më i ulët. Pra të kuptojmë përse kush janë disa arsye pse kemi këtë tek gratë më të theksuar anemin, po, shumë e saktë. Po, do doja të dija tani çfarë sjell anemia e patrajtuar që të kalojmë te trajtimi se na kanë mbetur edhe pak minuta dhe njerëzit mezi presin ato recetat tuaja deri në fund. Çfarë sjell një anemi e patrajtuar? Në qoftë se ne nuk e trajtojmë, do kemi probleme në sistemin kardiovaskular, zgjerimin e zemrës, problemet e uljes të tensionit, presionit të ulës të gjakut, kryesisht problemet të sistemit nervor, sepse mund të kemi mungesë vitaminës 12 dhe na sjell dhe probleme të çekuilibrit, probleme të depresionit e tjerë që mund të kemi. Kemi dobësim të sistemit imunitar ndaj infeksioneve, parazitëve, problemeve të viruseve, kemi probleme të komplikimit sidomos të grave shtazana në lindje të fetusit, pra do na dalin me probleme e fëmia, deri në disa sëmundje të rënda që do si është e trashëguar, po. Po, do kemi probleme gastrointestinale, pra do kemi probleme të stomaut, të zorës, e tjerë. Pra, një anemi e patrajtuar do sjellë probleme të rënda, dhe midis tjera përveç do sjellë lodhje ekstreme, komplikime të humbjes të peshës, të depresionit,
edhe e tjera. Por midis tjerave do silli patjetër dhe një gjendje shumë të lartë të stresit dhe depresionit dhe sidomos gjendjes emocionale dhe arti, sepse përkeqësimi ose mungesa e nivelit të hekurit, sidomos vitaminës B12, B9 dhe elementeve të tjerë do silli nivel të stresit kronik, nivelet të asaj sepse rritet niveli i kortizolit dhe shumë i lartë që është hormoni i stresit. Ullet niveli vitaminës B12, ullet niveli i acidit folik, rritet niveli i stresit në mënyrë ekstremale. Edhe ky më pas e përkeqëson dhe anemin, padyshim. Vjen pastaj pagjumësia do silli disa probleme dhe rënien e sistemit imunitar, kështu që do silli probleme të rënda në shqetësimet e tyre. Absolutisht. Tani, duke ju referuar fillimisht shkakut, për të nisur menjëherë nga faktori që e ka sjell anemin, por pavarësisht se kemi gjetur faktorin, ne duhet të trajtojmë edhe anemin. Si trajtohet anemia? E para njëherë do të largojmë një ushqimet që na sillin probleme në mospërthithjes së hekurit. Po. Të cilët janë fitatet kryesisht që vijnë nga drithrat, nga disa bishtajore, apo nga niveli i konsumimit të lartë të kafes, nga konsumimi i suplementeve si kalciumi, niveli i konsumimit të magnezit, që ne po e marrim sot, dhe niveli i lartë i konsumimit të zinkut, apo dhe multivitamina. Duhet të eliminojmë një pjesë të disa këtyre antiacideve, apo dhe omeprazolit, apo tjerave, sepse sillin probleme të mospërthithjes. Pra, këto janë elementet kryesorë. E dyta, duhet të shtojmë disa ushqime me nivele të larta të beta-karotenit. Askush nuk e thotë, sepse nuk e din. Beta-karoteni, pra niveli vitaminës A në mënyrë natyrale të karota, kungu, spinaqit të tjerë, zhndërrohen në vitaminën A në trupin tonë, të cilët rrisin prodhimin e një proteini që transporton hekurin më mirë. Në moment që ne nuk marrim nivelet të beta-karotenit, transportimi i hekurit nuk ndodh. Pra ka një efekt jashtëzakonshëm dhe madje redukton dhe nivelin e acidit fitik vitamina A. Element tjetër kush është? Rritja e acideve organike, që janë te frutat e thata. Frutat e thata kanë acide organike të cilat bëjnë transportimin dhe bëjnë një përthithje goxha të mirë të hekurit. Element tjetër është shtimi i ushqimeve me nivele të vitaminës C apo po themi të acidit citrik, që është ka limoni, portokalli, se ka më shumë acid citrik ato se të vitaminës C, që rrit disponushmërinë e hekurit, rritja e nivelit të acidit malik, që është e uthulla, rritja e konsumimit të uthulës modës, të sallatat, të ushqimit, të tarisit, rritja e acidit laktik, që është e kosi, konsumimi i kosit kefirit në mënyrë natyrale përmirëson absorbimin e hekurit. Pra nuk është vetëm marrim vetëm vitaminë C, pra ne duhet ta dimë të kombinimi pastaj dhe ushqimet e fermentuara, proteinat pastaj, kazeina, hira, e bardha e vezës apo e verdha, apo kryesisht e bardha dhe disa proteina të tjera që unë të thash, siç ishin këto të fitateve, bëjnë që përthithja e hekurit nuk bëhet. Pra qumshi e tjerë, sepse ka nivele të kalciumit që nxjerrin nivelin e hekurit jashtë. Ndërsa ushqimet që duhet konsumohen në këtë rast është mirë që të konsumohet nivele të ushqime të hekurit heme dhe jo heme janë dy krahët. Ushqimet jo bimore që janë të hekurit jo heme, ushqimet shtazore vjen nga hekuri hemi që është më i absorvueshëm. Pra rreth 35% e absorbimit të hekurit vjen nga mishi, nga mërqia, e ka sasin goxha më të lartë dhe më shumë e kanë këto midhje, e ka karkalesi midhja ka nivel akoma më të lartë, pastaj vjen mërqia, e viçit e qingjit apo e pulës, pastaj vjen mishi kuq, sardelet të tjera. Dhe konsumimi pastaj i fasuleve kryesisht të dhëthta që kanë nivelin më të lartë, pra po kemi 8 mg hekur në 100 gram, nëse tek frutat e detit ne kemi diku 6-7 mg në 100 gram, te fasulja zeze kemi 8 mg, edhe apo te thjersat 6-7 mg, pra kemi nivel goxha të lartë. Te farat e lulediellit apo farat e tjera, të cilat kemi të lartë, por nuk përthithet shumë, pra përthithet shumë pak, përthithet 5 deri në 8%. Në moment që ne fusim vitaminën C, acidin malik, kjo 4 fishohet në përthithje. Pra nëse ne kombinojmë për shembull fasulën me mishin, kemi një përthithje më të mirë të hekurit. Nëse ne konsumojmë për shembull specin e kuq ose fasulën me pak spec pikant, kemi një përthithje më të mirë të hekurit nga jo heme, pra nga aspekti bimor. Pra për të arritur nivelin e hekurit duhet përdorim edhe disa truke dhe disa kombinime me njëra tjetrën që ne duhet të kombinojmë. Fasulën me domate dhe me specin, mishin e kuq me lëngun e limonit, spinaqi me lëngun e limonit. Dhe të shmandim elemente të tepërta të brumit të tjerave që duhet të rregullojmë. Dhe mos harrojmë duke i përzierë të gjitha këto, dhe sidomos uthullën e mos dhe të disa sallata apo dhe të kombinimit të disa ushqimeve të mishit, mërqit e tjerë, përthithja e hekurit do të jetë më e madhe, sepse kemi një problem. Ne afërsisht marrim 12 deri në 15 mg hekur në ditë. Puna është që ne përthithim vetëm 4 mg. Pra ne përthithim më pak se parë. Përthithja është më e keqe, po ne kemi nevojë një guashtazën ka nevojë për 25 deri në 30 mg hekur. Një fëmijë ka nevojë për 10-15 mg, pra një adoleshent pastaj kalon 15-17 mg apo një grua. Duke ne nuk e marrim dot të sasi hekurit.
Për arsye të mospërthithjes që është elementi kryesor, pra defekti kryesor është e mospërthithja. Por baza është tek ato që ne marrim. Padyshim se dikush mund të ketë mungesë të acidit hidroklorik në stomak, siç e kemi trajtuar dhe më herët, prandaj mund të konsumojmë ato uthull apo ato lëngun e limonit për çdo produkt që konsumojmë në çdo vakt. E bëjmë kështu, si mund të jetë një ditë e një personi që vuan nga anemia, nëse mund na hapësh disa receta. Në qoftë se mund të jap një recetë, atëherë ne mund të konsumojmë, supozojmë një mëngjesin, po e konsumoj një smoothie ose një. Unë jam i parimi gjithmonë në parimi që duke shtuar erzat, ose mund të bëjmë një kombinim midis spinaqit, avokados dhe disa farave, pra farat të velirit, farat të susamit. Farat e susamit kanë nga nivelet më të larta të hekurit. Po ashtu mund të shtojmë, në qoftë se nuk shtojmë këto, mund të shtojmë një nga çajrat jeshil, që mund të jetë për shembull çaji moringa, që kanë nivele shumë të larta të hekurit, afërsisht 28 mg, apo edhe një nga algat e detit. Pra për shembull në një lëng ose në një smoothie të tillë, që ne mund ta fillojmë. Patjetër që ne mund ta kombinojmë, patjetër duke shtyr edhe pak limon, pra lëng limoni ose pak portokall, për përthithjen, në qoftë se një konsumojmë. Më pas më mund të konsumojmë një mëngjes. Mëngjesi mund të jetë shumë i thjeshtë, i kombinuar pra disa pomodorini, domate, pak gjizë të fshatit që ne mund të kemi mundësi, pak vaj në ullirit, pak rigon, pak erza, sepse ato kanë një përfiti më të mirë, të kemi kujdes se veza, se tash veza ka vitaminë B12 që e shton, po ka një problem se e bardha edhe e largon në qoftë se ne do marrim sasi të lartë, se disa marrin edhe sasi më të lartë. Po veza duhet konsumuar. Mund të konsumoj proteina ose jo, pra proteina bimore ose edhe shtazore. Pra gjatë atij mëngjesi, gjatë ditës para ditës do të konsumojmë disa ara dhe disa fara, tek sallatat patjetër do shtojmë disa erza për të vit dreka, edhe tek supat, sidomos farat e susamit, farat e chias, farat e lirit, ne do t'i konsumojmë dhe aroret, sepse është nga më të mirat, dhe patjetër të konsumojmë nivelin e këtyre leguminozeve, për duke u konsumuar me qep, me nivelin e piperit të zi, ose specit pikant për një përthithje më të mirë, dhe të domateve apo elementeve të tjerë, që ofrojnë nivele edhe të proteinave, edhe të malis së hekurit. Mund të marrim mërqi në drek përveç një supe ose mërqi dhe tarator, e cila duke kombinuar me nivelet e hudhërës, të vajt ullirit, të koprit, apo të një luge fare susami dhe arës, mund të rregullohet. Midis të tjerave duhet të shtojmë patjetër sidomos milljet, panxharin e kuq, sepse kanë nivele të mira të gjithë kompleksit vitaminave B për të bërë një përthithje më të mirë. Edhe prandaj njerëzit zakonisht bëjnë dhe shtrydhjen e plumut panxharit mëngjes, por pak, sepse ngacmon stomakun, pra jo sasi të lartë, shpesh njerëzit kanë probleme në stomak, thonë që panxhari na vret, pra mund të konsumohet edhe gjatë drekës, konsumimi i lefave, i barthunjeve, i bamjeve dhe elementeve të tjerë. Pra konsumimi i këtyre ushqimeve. Pastaj, në qoftë se bajamet, sepse ka nivele edhe të larta të magnezit, do në nivel të mirë të magnezit dhe për i qetësi, mund të marrim për shembull edhe kombinimin e disa frutave të tjera në kombinim, pa edhe sardeles të një peshku të saktuar që ne kuptojmë që është e fundit për ta përmbyllur. Në darkë mund të konsumojmë, pra në bazë ditës konsumojmë një çaj, po themi çaj jeshil ose një çaj moringa, ose një çaj trëndafilit dhe boronise, ose një çaj rozmarine, pra ne mund ta konsumojmë. Në darkë mund të konsumojmë një kos me fruta ose fruta dhe arore të kombinuara bashkë me kanellë dhe të tjera. Pra po themi të drejtim. Kjo është pra një shembull se si mund të ushqehet një person me anemi. E fundit fare, ndoshta një përgjigje më të shkurtër. Ju thatë që mund të përdoret për shembull kefiri kur kemi në krahun tjetër të tryezit, pra ushqimet të cilët përmbajnë hekur. A është, le themi, një lloj disbalanci, për shembull kur kemi thënë që nuk duhet të konsumojmë ushqime me hekur dhe bulmet, sepse pengojnë në përthithjen e hekurit, apo kefiri bën diferencën? Konsiderohet qumshti djathi. Konsumimi i qumshit nuk lejohet. Në nivelin e lartë të kazeinës, unë e thash nuk bën përthithje, në nivelin e lartë të kalciumit që e largon, sepse një gotë qumësh ka përësisht 165 mg kalcium dhe largon patjetër edhe nivelin e hekurit. Ndërsa kefiri, po themi kefiri, apo ushqimet, unë po thash ushqimet që janë të që ka nivele probiotikësh, pra kosi nuk bën problem. Probiotikët që futëm edhe kefirin ose kosin e shtëpisë, sepse patjetër kanë nivele, duke pasur nivelet probiotikëve është parë që përthithja bëhet më e mirë. E kuptova. Pra, kjo ishte një pyetje më shumë personale, u qartësova. Pra, djathi edhe kemi një ndryshueshmëri shumë të madhe te gjalpi, te djathi, te qumshi, te kosi. Kemi një ndryshueshmëri, kemi kaluar në nivele të larta të ndryshimshmëri enzimash edhe përbërjesh, fermentimesh dhe mikroorganizmash. Forma që ndryshojnë në trup dhe jo. Pra, po themi që nëse ti konsumon një kos nuk mund të dëmtojë ndoshta për një problem tjetër, ndërsa qumshi mund të jetë problem inflamator. Qumshi është më inflamator në përgjithësi se sa kosi. Kosi kalon në një fermentim tjetër me nivele më të larta të baktereve edhe tjerë. Pra, është tjetër gjë
kosti me qumshin e djathtë. Edhe kefiri bashkë, e qartë. Gjalpi është shumë i rekomanduar edhe se qumshi për arsye të nivelit të lartë vitaminës A dhe disa nivelit të mirë të disa acideve yndyrore etj. E kuptova. Edhe për shëndetin e trurit, të zemrës edhe elementeve të tjerë. Të falenderoj shumë, në falenderoj se fluturojnë minutat. Në qoftë mundësi, do të tonim disa nga bimët kryesore që ne mundet të përdorim për të rregulluar dhe stabilizuar anëmin, por nuk kemi kohën. Nëse mi thua për 1 minutë do pres, jo se dua të ndihmoj ata që janë shumë. Tre bimët kryesore që na ndihmojnë për anëmin. I themi një herë tjetër, nuk është në gjë, s'është. Po se shikoj që jemi në ndihim. 3 bim për anemin. E themi do kemi biseda prapë. Okej, mirë, në rregull. Të falenderoj shumë. Nga bimës se 1 minutë nuk kam çfarë them se do të them se si duhet operuar, se njerëzit do t'i marrin këto 3 bime dhe do thonë si do t'i përdorën. Ato kanë edhe recepturën e tyre të kombinimit, se për shembull një bim janë 4 bim që kombinohen dhe 2 fara me njëra tjetrën dhe 2 bim të tjera. Atëherë, nëse ka nevojë për kombinime, le të kontaktojnë juve dhe të marrin recetën e duhur. Falenderoj edhe një herë Altin. Faleminderit. Ishte kënaqësi dhe shpresoj të kemi ndihmuar. Uroj ditë të mbarë. Shkëputemi për publicitet dhe do të rikthehemi përsëri në Rezën tonë. Rubrika jo mboj e ve do t'ju sjelli tani 2 kombinime të fuqishme për një super hidratim të lëkurës dhe të flokëve, si gjithmonë me Stella Nikollën. Mirë se erdhe, kënaqësi që je këtu. Si gjithmonë dhe për mua një kënaqësi, mezi pres të vi kjo dita, sepse kam shumë mikesha që më shkruajnë, çfarë do bëjmë kësaj here, çfarë do bëjmë kësaj here. Çfarë do t'ju tregojmë sot? Dhe ja ku jemi në periudhën e pranverës, po afrohet vera, kështu që nuk mund të mungonte tani ne në jug i themi sallatori, por që është kastraveci. Ose trangull. Përbërësi kryesor i recetave të sotme të lëkurës. Po. Kështu që mos u mbasim kohë, fillojmë direkt me recetën për lëkurën dhe për flokët. Çfarë do të përgatisim me trangull të sotëm? Marrim një kastravec, e presim në feta të vogla, të holla, mundësisht sa më shumë të holla, dhe këto do t'i lëmë që të qetësohen. Do t'i vendosim në një kështu letër fure dhe mund t'i lëmë një 3-4 ditë, që ato të dehidratohen vetë, sepse ne e dim që kastraveci ka shumë lagështirë, ka shumë ujë, ka 96% ujë. Na hidraton së brendshmi, po imagjino edhe për së jashtë. Dhe e mira e kastravecit është që të largon atë skuqen, sidomos në periudhën e verës, njerë, kur vim nga plazhi, kastraveci është numër 1. Kështu që ky është hapi parë, pa i kemi farpa. Ose në qoftë se nuk kemi kohë, se nuk kemi haruar t'i lëm 3-4 ditë, thjesht i vendosim pak në furrë, po me një temperaturë shumë të ulët, e 40 gradë. Si të vepruam ne sot, pra i kemi tharë. Kastravecët, hapi parë i presim në disqe dhe hapi dytë i thajmë. Atëherë, siç i kemi kështu, i marrim një nga një dhe i vendosim në një kavanoz. Kavanozi duhet jetë shumë i pastër, duhet jetë gati steril. Ne i futim një të zjerë aty në një tenxhere me ujë, e thajmë dhe vendosim në të kastravecët. I vendosim të gjitha dhe po përgatisim vajin me kastravec. Tani, si që i vendosim të gjitha këtu, do hedhim vajin. Unë preferoj të them të drejtën përdor vaj ulliri. U ka më mirë si vaj ullirit që ne kemi të shkëlqyer. Më i zakonshmi. Dikush tjetër që dëshiron. Mund të përdor vaj kokosi. Vendosim të gjitha kastravecët. Okej. Mbase një nga një na merr dhe kokë, kështu janë tharë paksa. Okej. Mund të përdorim vaj kokosi, vaj bajame, çfarë të kemi në shtëpi. Rëndësi ka që të jetë vaj. Mund të gëshetohen 2 lloje vajrash për shembull me njëra tjetrën. Unë do preferoja që të vendosim një vaj, sepse secili nga vajrat ka vetit e veta. Bukur fort. Këtë kavanoz të mbuluar me vaj, ndoshta do të ishte më pak më tepër dhe prandaj ishte edhe zgjedhja jote. Kastraveca po se vura në këtë pjesë. Këtë kavanoz me kastraveca dhe vaj, kështu siç e kemi, do ta lëmë në një ambient pak të errët dhe do ta lëmë një 3-4 javë do. Kështu që duhet i kushtojmë pak kohë. Po të fillojmë që nga një deri në verë... Po, në qoftë se ne nuk kemi kohë dhe nuk kemi durim dhe duam ato efektet tona, mund të përdorim, mund të bëjmë në banjo mari. E vendosim, besoj edhe mikesha tona e din shumë mirë si bëhet banjo mari, në një ujë të ngrohtë, me 40 gradë, vetëm duhet kemi kujdes që dhe duhet lënë gati 3 orë. Gjatë kësaj kohe fillon dhe avullon dhe krijohet tamam ai precipitati, atë që ne duam vajin e kastravecit. Siç tham, në 40 gradë, 3-4 orë dhe duhet kemi kujdes se mos na avullon uji që është i banjomaris, edhe vaj, në qoftë se avullon më shumë, duhet të shtojmë pak na pak. Derisa të kaloj ai 3 orë.
E përdori më pas në lëkur edhe në flok. Atë e përdorim në lëkur, në flok. Vjen aroma e kastravecit, mbeshme u vaj në Përveç se asaj që mua më pëlqen si aromë, se më tregon atë aromën e pranverës, edhe kur I kisha lënë, këto kastravecat të thajshin në shtëpi, goca atë më tha, mami, era vervin, më duket kohë e plazhit. Kështu që edhe aromatizojmë shtëpinë. Bukur fort. Ja një mënyrë pra, se unë kam filluar me recetën tjetër për shkak të minutave, një mënyrë për të këtë e sqaruam. Përdorur vajin e kastravecit. Tani, kastraveci në vaj për flokët dhe lëkurën. Ne dim që kastraveci përdoret sa më mirë të jetë bio dhe të jetë kështu siç është, për shembull, siç është feta e kastravecit që ne vendosim te syve. Unë zakonisht kastravecin e vendos në ngrirje. E la aty dhe ai bëhet I fortë dhe është fiks një masazh për pjesën poshtë të syve, përveç se që të ul ënjtjen, të qetëson dhe ato, të qetëson ato skuqen, të gjitha me radhë, kështu që ku ka më mirë. Tani, është I mirë edhe për pikat e zeza. Kështu që këtë maskë ne po e bëjmë shumë për pikat e zeza. Super. Marim çfarë duhet tjetër, sepse çdo element, çdo produkt kombinohet mirë me produkte të tjera. Atëherë, marrim e grim sallatorin ose kastravecin. Unë tani po e shtyp kështu me dorë. Po demonstrojmë direkt ne, duke po heq lëngun. Ndoshta një nap mund ta bonte më tepër punë, por ja edhe kështu në mënyrë të thjeshtë. Këtë lëngun kemi përftuar, pra lëngun mund të përgatisni në shtëpi edhe më shumë, sepse një herë përgatisim dhe kemi aty në. Ktu kemi grir aloe vera, si gjithmonë që kemi marrë nga vazo. Sa ngjyra të bukura. Po, klorofil. Dhe vaj kokosi. Që e kemi aty. Pra, lëng kastraveci, gjel aloe vera naturale. Atëre, raporti është 1:1, sepse ne tani kemi bërë edhe për efekt shpejtësie. Ajo është 1:1, një lug lëng kastraveci, një lug vaj kokosi dhe një lug gjel aloe vera. Tu ka aromë freskie. Po, këtë tani e përdorim në darkë. Lyejmë fytyrën. Do ta lëm fillimisht që të qëndrojë. Jo, kjo nuk ka nevojë. Kjo nuk ka nevojë që të qëndrojë, kjo është ndoshta në frigorifer apo kështu siç është. Kjo një javë është e përdorshme. Thjesht e vendosim në frigorifer. Një mënyrë tjetër ndoshta mund të jetë edhe edhim te një shishe vogël, po, me pikatore. E marrim kështu siç është. Dhe e kemi për ditët e tjera, ndoshta. Duke e vendosur pastaj në ja kështu. Pika. Vendosim, se ne tani zihemi të kush do të vendosim. Kështu do t'jetë. Shikoje. Një krem hidratues. Shiko që efekti ka. Për lëkurën, për duart, për fytyrën, për dekolten, krejtësisht natyrale. Natyral. Nëse këtë, le themi, kavanos të vogël e vendosim në frigorifer, për shkak të vaj të kokosit, a I dhe mund të ngri dhe është më I përdyrë. Jo, po prap nuk ngri, sepse nuk e lë as lëngu I kastravecit, as aloe vera. Do ta mbushim plot, që ta kemi përgjatë gjithë javës, t'ja sugjerojmë mikeshave, dhe me pak shpenzime, të mos shkojmë drejt serumeve, kremrave që përmbajnë kimikate. Pa dyshim që në treg ka edhe përbër edhe produkte natyrale, sigurisht që I mëshojnë kësaj fushë. Po I kemi kështu nga shtëpia të përgatitura vetë si kur na shijojnë më tepër. Pra edhe një herë, I përmbledhim, lëng kastraveci për kremin, dhe kremin ose gjelin aloe vera, dhe vaj kokosi. Një treshe e kombinuar më së miri. I vendosni në një kavanos ose një pikatore të tillë dhe keni si në formë serumi hidratuese për lëkurën tuaj. Mos harroni të përgatisni edhe vajin e kastravecit. Në një gjendje tjetër, në një gjendje të tharë dhe më pas mbi të vendosni një vaj mbartës për të realizuar vajin tuaj të flokëve. Mund ta përgatitim që tani dhe ta kemi për plazh. Po, është ideale. Unë të falenderoj, mos harroni të dyja këshillat, recetat e Albanës dhe bisedën që zhvilluam pak më herët me Altin Jokën, do t'i keni në kanalin tonë në YouTube Breze Dielli. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj. Ditë të mbarë. Faleminderit juve.